E qartë, përpara se ta mbyllim, zoti Kaleci, edhe një herë për t'i përsëritur, sepse do mbetet patjetër intervista dhe do shpërndahet edhe në rrjetet sociale për gjithë të interesuarit. Cilat janë pikat kryesore të protokollit për t'u zbatuar nga ana e shqiptarëve atje? Atëherë, qeveria dhe shteti i Katarit ka lënë në 24 orë të gjithë marketet hapur, evitoni sa më shumë daljet jashtë. Nëse nuk është e nevojshme, qëndroni në shtëpitë e tyre, të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe deri sa të kalojë ky alarm, jemi të mirëpritur nëse ato do të kthehen në vendin e tyre, që të regjistrojnë më pas emrat e tyre për t'i kthyer në Tiranë, nëse duan. Po aktualisht nuk është një gjendje aq shumë e rrezikshme sa që shtetasit të kthehen. Edhe një pyetje të Qëndroni në shtëpi. Po, patjetër, kjo është këshilla kryesore dhe sigurisht ato që thatë më herë. Dhe një pyetje të fundit, zoti Kaleci, kthehej si diplomat. Një situatë e tillë e cila u përshkallëzua me goditje të drejtë për drejtë dhe po themi me ekzekutimin e liderëve kryesor të shtetit të Iranit, përfshirë dhe Khamenei. Mendoni që kjo situatë mund të përkeqësohet apo qetësohet në afat shkurtër? Tani ne presim se edhe ne si shtet shqiptar të ndalim me një qendrim zyrtar, por shpresa, ne duhet themi që shpresa është që do të përmirësohet, por gjithsesi mbetemi në pritje në ditën e vijim se si do shkojë situata. E qartë, zoti Kaleci, faleminderit për mesazhet panik. që përcollet, patjetër dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit dhe uroj që çdo gjë të shkojë mirë. Por ju dhe shqiptarët e tjerë që janë atje. Faleminderit dhe juve, gjithë të mira. Mirupafshim. Ne ishim me të ngarkuarin me punë të Shqipërisë në Katar, Ermal Kaleci, si kundër njoftuam edhe më herë duke publikuar faqen